Universiteti Luigjë Gurakuqi i Shkodrës dhe Universiteti i Mjekësisë në Tiranë kanë nënshkruar një marrëveshje të rëndësishme bashkëpunimi. Marrëveshja është nënshkruar në kryeqytet nga dy rektorët respektiv, Tonin Xhuraj dhe Xheladin Draqini. Parashikohet një bashkëpunim në shumë fusha, por më i rëndësishmi është ai për udhëheqjen apo bashkëudhëheqjen e programit të tretë të studimeve doktoratur. Finalizuam sot nënshkrimin e marrëveshjes zyrtare të bashkëpunimit në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Për ne është një marrëveshje jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse lidhis shumë aspekteve që lidhen me shkëmbimet e stafit të shkëmbimit studentore apo bashkëpunim në fushën e projekteve. Ajo që është kryesi me këtë universitet me këtë marrëveshje është bashkëpunimi në ciklin e tretë të studimeve, në studimet e doktoratës, ku sipas marrëveshjes që ne nënshkruam do të kemi mundësinë të udhëheqjes dhe bashkëudhëheqjes së stafit tonë në Universitetin e Mjekësisë. Me mbështetjen e Universitetit të Mjekësisë dhe me garancinë që na dha rektori profesor Draqini, ne do të kemi mundësinë ta zgjerojmë edhe me një njësi tjetër, në mënyrë që në të ardhmen e afërt ne të mund të kemi fakultetin tonë të shkencave mjekësore teknike. Marrëveshja do të ketë një kohëzgjatje 4 vjeçare me të drejtë zgjatje në heshtje ose me dëshirën e dy universiteteve nënshkruese të saj. Përmbyllja e marrëveshjes është në vazhdën e transformimit të Universitetit Luigjë Gurakuqi dhe zbatimit të projektit me të cilin rreth një vit më parë Tonin Xhuraj u zgjodhi rektor.